Ish kryeministri Sali Berisha ka hedhur akuzat të forta në drejtim të qeverisë dhe procesit zgjedhor të 11 majit, duke cilësuar atë si një farsë elektorale të orkestruar nga kartelet të drogës. Në një seri deklaratash për shtyp, ai ka denoncuar rolin ashtu quajturit kartel Troplini në Durrës, duke pretenduar se kandidati i tyre mori 5.000 vota më shumë se vetë kryeministri Edi Rama përmes manipulimeve dhe friksimeve të orkestruara nga grupet kriminale. Përpjekjet për të injoruar ndikimin në farsën elektorale të karteleve të drogës, organizatave dhe grupeve kriminale të koordinuara nga Ergys Agasi, përbëjnë një krim tjetër, madhor dhe të shëmtuar, dimension tipik të farsës elektorale të narkoshteteve. Kandidati i kartelit Troplini, karteli më i fuqishëm i kokainës në Ballkan dhe ndër më të fuqishmit në Europë, i cili është i vetmi kartel me port në dispozicion. Është karteli që kontrollonte në çdo metër katror portin e Durrësit. Është karteli që bënte çdo emrim dhe anullonte çdo shkarkim në këtë port, duke filluar nga pozicioni i fshesarit tek vinqieri, drejtori dhe me radhë. Është karteli që kontrollon në 10 biznese të paprekura nga Altin Dumani, është karteli që një vit më parë do të gjindej me 3 milion euro dhe që nuk u ndodhi asgjë. Ky kartel kishte përcaktuar Arkend Ballën si ministër të ardhshëm të brendshëm të Shqipërisë. Berisha akuzoi se porti i Durrësit është kthyer në një qendër kontrolli të paligjshëm nga ky kartel, i cili, sipas tij, ka emëruar persona me pozita kyçe, ka shpërndar para, ka përdorur kanabis dhe ka pasur mbështetje direkte nga emra të lartë të politikës dhe drejtësisë. Ai e cilësoi Arkend Ballën si figurën e projektuar nga ministër të brendshëm nga ky rrjet, duke vënë në dyshim legitimitetin e rezultatit të këtij elektorali dhe duke kërkuar që procesi të mos njihet. Është koha të ndalemi, çdo qytetar shqiptar të analizojë propagandën e këtyre ditëve, se si një lloj si në diktaturë intelektual kriminal që mbronin diktaturën dhe krimet e saj, sot prap këta janë pseudo-intelektual, këta s'kan asgjë të përbashkët me intelektualin e vërtet, shërptor të interesit publik, këta njerëz të zhveshur nga çdo lloj morali, kërkojnë të servirin sukses qeveritar elektoral, kartelet e drogës dhe brutalitetin e tyre në zgjedhje. Në përfundim, lideri i opozitës shprehet se kjo betejë do të vijojë në të gjitha format demokratike, duke theksuar se zgjedhjet nuk mund të fitohen nga opozita kur janë farsë. Ai u bën thirrje qytetarëve të ndërgjegjësohen për manipulimin dhe të përfshihen në një qendresë të gjerë për rikthimin e votës së lirë në Shqipëri, duke mos pranuar kurrësi legitimitetin e një procesi që sipas tij është ndërtuar mbi themelet e krimit dhe drogës.